konsumuar i kanë përdorur edhe bashkëpunimi me drejtuesit e organeve të pushtetit që ishte komiteti ekzekutiv atëherë në atë kohë. Kështu që pyetja e gjithë shqiptarëve për 2 prillin është kush janë vrasësit. Po dëgjoj Arben Meshën pak më herët po këtu në ABC në ora 6 që thotë nuk është bërë autopsia trupit të. Po ka një sër defektesh. Dhe dilema është me çfarë plumash ata janë vrarë në kohë që si shtote Meçja, ju e dini më mirë ndoshta. Policia në atë kohë ka pasur vetëm Kalashnikov si armë, pastaj nuk e di. Në hetimin me pistolet, në hetimin janë bërë 2-3 botime përveç shkrimeve të veçanta, janë bërë 2-3 botime që i shpjegojnë mirë dhe këqyrja është bërë me vonesë, 2-3 ditë me vonesë, autopsia dhe ekzaminimi kufomave po kështu është bërë me vonesë. Edhe një sër mangësisht të tjera gjatë hetimit, natyrisht organet e hetimit dhe të prokurorisë janë justifikuar në atë kohë që e kishim të vështirë, nuk na lejonin familjet e viktima dhe një sër problemesh tjera. Mbaj mend që atëherë u caktua zëvendës hetuesi, quhej zëvendës hetuesi përgjithshëm atëherë. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i hetusisë, Ferit Cula, po. I cili, jo, një rasti shumë e çuditshme, Ferit Cula ka qenë komshi me Sali Berishën, në gjendin pallat. Për mua nuk ka rëndësi. Jo, ka rëndësi vetëm një gjë tjetër që di që ai më pas kërkoi strehim politik në Gjermani në 92-shin, u largua. Pra, kryetari hetusisë që më lamja është larguar e ka kërkuar strehim politik. Edhe Ferit Cula, të dy kanë larguar. Mali në Gjermani unë kam qenë aty dhe kam takuar personalisht. Në Gjermani, dhe mbaj mend atëherë që u kërkua dhe ekstradimi i tij nga gjithë problemi është që hetimi jo vetëm me vonesë, po u bënë disa ekspertiza të gabuara, edhe ekzaminimi ekspertiza mjekoligjore, e sidomos ekspertiza balistike, e predave të gjetura brenda kufomave dhe shenjave që ata kanë lënë, është bërë një debat në proces gjyqësor ku ekspertët nuk kishin për dy nga viktimat nuk ishin dalë me konkluzion, do më thënë as po, as jo, dhe mbanin qëndrim evaziv të cilën prokuroria e shfrytëzoi në interes të akuzës vetë. Ajo akuzë filloi nga prokuroria dhe pastaj fakti që u ndryshuan hetusët, u ndryshuan prokurorët, e në mënyrë të veçantë rrugës u ndryshuan gjyqtarët, tregon që akuza e fundit u bë nga politika. Për arsye sepse opozita fitoi zgjedhjet e marsit dhe e përdori këtë si instrument 2 prillin dhe viktimat e shkaktuara dhe në zyrën e ish presidentit është urdhëruar nga shumë dëshmitarë që flasin duhet shkojnë me akuzë për vrasje, jo për shpërdorim detyre, për falsifikim dhe element tjerë, veprat tjera, dorës dytë si që quheshin. Dhe ata vajtën për vrasje indirekte, u dënuan 15 vjetë e lartë, 17, 20, të gjithë, po, u dënuan, po problemi është mirë ata që u dënuan, nuk doli me prova, se kush ka shton? Kush ka shton? Kush ka dhënë urdhrin? Avokat, a mund të rihetohet nga pikpamja kriminale temi, pra mund të rihetohet një ngjarje e tillë? Jo, 2 prillin unë e kam sikur ka ndodhur sot. Në cold case, pra rastet ftohtë, dosjet të ftohura. Pikërisht, 2 prillin unë e kam sikur ka ndodhur sot. Pse e kam sikur ka ndodhur sot? E para se atëre ne 5 parti politike ishim edhe për çdo gjë, domethënë nga shkurti i vitit 1991 edhe deri në shkurtin e vitit 1992, ne thuajse 2 herë në javë thirreshim në presidencë të Ramiz Alia të 5 kryetarët e partive, Saliu 6, edhe diskutonim çdo lloj situata që ndodhte në Shqipëri. Edhe jam brëndësit gjitha çka ka ndodhur. E dyta, po tryezë rrumbullak. Po atje gjenim Saliun, pastaj vinim në tjerët. Po pra, kishit gjithë bashkë. Kështu që Ramizi me Saliun, pastaj vinim në tjerët. E dyta e kam, domethënë, jashtëzakonisht të freskët këtë, sepse më burgosën në vitin 1995,
dhe mua më qëlloj rasti, ti isha në burgun e Bënqës me nanon atje, por unë isha në qelin numër 3, nanovat e pesa. Në qelin numër 3 kam qenë me Çapajep Taçin, kryetarin e degës brendshme të Shkodrës, një vit. Dhe një vit jesh vetëm me të në qeli, dhe pastaj tek dyshi me Ajredin Shytin, po që bashkoheshim vazhdimisht me njëri tjetrin në ajri me kudo, e kam mësuar komplet gjithë që ka ndodhur, realisht nga këta, dhe këta ishin të dënuar dhe nuk ishin me interes të gjenjenin, ose të mos toshin të vërtetën që kishte ndodhur, sepse ishin dënuar, ishin marrë dënimet, edhe ishin gjera në koinfidencë, do më thënë gjera miqësore, gjera që zdo t'i merte vesh pushteti atjershëm se qa po flasin, do më thënë këta, me njëri tjetrin. Problemi është që ne themi që ka teori konspirative e tjera. Djoni që ndodhin 2 prill, edhe po e them në mënyrë telegrafike. Nuk ishe sondazhe si që bëhen sot në atë kohë, por që do humbiste Partia Demokratike